Investimet në agropërpunim po mbështesin rritjen e prodhimit, bashkëpunimit me fermerët dhe zgjerimin e eksporteve të produkteve shqiptare. Gjatë një vizite në një biznes në Elbasan, ministri i Bujqësisë Andi Salla vlerësoi investimet në teknologjinë moderne dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e sektorit. Dy shumë të marrën tënde, që është deri në 2 milion euro që mund të merrni me kredi me interes 2%, ku 50 deri në 70% të kolateralit e mbulon shteti. A jeni të interesuar? Po, jemi të interesuar sepse unë mund të kadrifishoj punën time me këte nismë që ka marrë qeveria dhe më pëlqen, me thanë drejtën, sepse duke bërë këte, ne hecim përpara, biznesi hecim përpara, shtohet, unë kërkesa kam pafund. Sipas Sallës, investimet në agroindustri krijojnë më shumë vlerë të shtuar për prodhimin vendas dhe rrisin konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare. Shumë shpejt mbyllim edhe kapitujt për bujqësinë, në mënyrën se si ne po kontrollojmë biznesin, për të orientuar se si duhet ndërtojnë të gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore, por edhe ndaj sistemit kur investojnë. Ministri njoftoi se qeveria do të vijojë mbështetjen për sipërmarrjen përmes programit Dyfisho sipërmarrjen tënde. Programi ofron kredi dhe kushte lehtësuese dhe garanci sovrane në investime që rrisin kapacitetet prodhuese, punësimin dhe eksportet.